Mendoj që mua tiku së konë një finale ma e barabartë, për shkak se Arsenali pas shumë vite mrëju me fitu edhe titullin kampion të Premier Ligës, ndërsa Parisi po dëshmon që nuk e ka fitu vitin e kaluar rastisht finalin e Champions Ligës. Luaja mendoj që është 50-50, po unë si fans i Bayernit edhe dëshira ime kishte qenë me fitu Arsenali, për shkak se Parisi ka mbrime na eliminu. Amo luaja është 50-50, po mendoj që Arsenali fiton me rezultat 2-1. Unë e valloj më shumë për Parisin. Pse për Parisin? Se është e luajën që shluhet, që është thëmë shqip. Dhe më thonë ta sill topin. Me një fjallë. Çfarë rezultati mendoni që fiton? 2-3-0 shlirë Parisi. Besoj që Parisi e merr dhe kësaj here. Pse? Se ka lejtar, ka strategji. Pa rezultate 3-1. Për mendimin tim, me asnjërin e ke, por triumfon Paris Saint-Germain. Me çfarë rezultate? Me rezultat 2-1.